E thotë studimi më i fundit, mos bëni dush më shumë se 20 minuta, ja pasojat që mund të keni. Ndoshta nuk e keni ditur, por nuk duhet të qëndroni shumë gjatë në dush pasi mund të ketë efekte negative të organizmit tuaj. Sipas dermatologëve, dushi nuk duhet të zgjasë më shumë se 20 minuta, përndryshe lëkura do të thahet më shumë. Përveç kësaj, vajra natyral të prodhuar nga gjëndra dhjamore që mbajnë lëkurën të hidratuar, kështu që bërja e një dushi të gjatë mund të heqë këtë mburoje të dobishme, duke krijuar kështu edhe vështirësi në cilësinë tuaj të gjumit. Ekspertët thonë se dushi nuk duhet të jetë shumë i gjatë dhe nuk duhet të bëhet në temperaturë shumë të nxehtë, pasi mund të dëmtojë shtresat e jashtme të lëkurës dhe të krijojë gjithashtu tharjen e saj, që mund të çojë më shumë rrulla dhe më shumë probleme. Ndaj dushin duhet ta bëni sipas temperaturës së duhur të ujit dhe në kohën jo shumë të gjatë.